Si gjithë qytetet të qendrave minerale, edhe Kurbneshi anën më të bukur të tij e fsheh nën dhe. Atë ditë, ne shoqëruam grupin e punëtorëve që ngjiteshin për në minjerë. Ish barit e djeshëm, sot janë punëtor të zot, minator, organist, vagonist, armator, brigadier, teknik, inxhinier. Ne u njohem me Gjok Bibgjonin, komunist, 20 vjet minator. Një nga pioner të Kurbneshit është edhe Gjin Bardhoku. Fjalë pak por jashtëm me shkëmin është Bib Mikeli. Bajram Cukun e kanë ngarkuar me drejtimin e minjerës. I dalluar midis kolektivit është edhe John Toma. Ne njohem Nok Kabalin, sekretari i partisë. Krye inxhinierin Franco Croci. Armatorin e pagabushëm Nue Tarazi, inxhinierin Spiro Vllahu, njohem vagonistin Myftar Gjoka. Këtu fillon minjera. Pjesa e padukshme e qytetit. Jeta e vërtetë e Kurbneshit. Puna e përbashkët me kolektivin i lidh ata më shumë me jetën dhe klasën punëtore. Kjo është një shkollë e vërtet kalitjeje dhe revolucionarizimi. Në punë e sipër, minatorët dhe inxhinierët kërkojnë rrugë të reja për të nxjerrë më shumë mineral. Inxhinier Franco Croci ka menduar përdorimin e sistemit me shëmbje në vend të sistemit me mbushje. Deri më sot në minjerë, aty ku ishte marrë një herë minerali, ndërtoheshin mure për të vazhduar çfrytëzimin më lart e më tutje. Gjë që harxhonte shumë kohë dhe jepte më pak prodhim. Ky që një rregull. Por rregullat prishen kur çdo gjë studiohet me kujdes, kur çdo njeri e ka thënë fjalën dhe mendimin e tij. Orët e gjata duke u konsultuar me literaturë, duke studiuar planimetrinë e minjerës, e bindën krye inxhinierin se struktura e mineralit në Kurbnesh e lejonte përdorimin e metodës së re. Plot besim inxhinieri paraqeti den në këshillin teknik. Pas konsultimeve të gjata me minatorët, ai çdo gjë e ka të qartë edhe është më i sigurt. Antarët e këshillit teknik megjithatë kanë se çfarë të sugjerojnë e të plotësojnë. Unë jam për të filluar çfrytëzimin me shëmbje. Studimi është i qartë dhe i plot. Të gjithë jemi për metodën e re, por fjala e fundit u takon vetë minatorëve në prodhim. Atje le të prishet një rregull i vjetër
dhe le të nisë jetën metoda e re. Në frontet e thella, idetë që rrisin prodhimin, gjejnë aprovimin e masës. Ata janë të gatshëm të vënë në zbatim sistemin e ri. Në zgavrën e shfrytzuar njëherë, fillon puna me metodën e shembjes. Shfrytëzimi ngjitet një kat më lart. Fillojnë të përdoren martelat teleskopik. Kjo është prova e parë me shembje, eksperimenti i parë. Një fitore e re. Kur në historinë e këtij qyteti të nënveshëm, deri më sot nuk që hapur një hapësirë kaq e madhe dhe nuk urzua kaq shumë mineral. Le të ngarkojmë shpejt, më shpejt, shok. Duke dhënë më shumë bakër, ne I japim atë dhëut forcë, popullit begati. Çdo ton mineral përmban djersën dhe heroizmin e heshtur të klasës sonë punëtore. Duke ecur në rrugë të gjata e pafundme, arritëm tek pusi I minjerës. Kolektivi I Kurbneshit, duke kërkuar fronte të reja, minerali zbuloi se shtresat pasura gjenden në nivelin e galerive të ekzistuese. Kështu lindi ideja për hapjen në një pusi 200 metra të thellë. Në çdo 50 metër të këtij pusi, do të qelen galeri të tjera të cilat do të zgjaten pa kufi, majtas, djathtas, poshtë edhe lart. Kështu do të lindin edhe 4 lagje të tjera të Kurbneshit të nënveshëm. Këtu është fundi I pusit, dhe ndofta fronti më I vështirë I minjerës. Minatorët punojnë ditë edhe natë në luftë me shkëmbin e egër e të fortë, me ujët, me shiun e vazhdueshëm. Ata do të çuditeshin po të thonin, ju jeni heronj. Ankthi atyre që prisnin, u shndrrua në gzim sa u kthyn shokët. Ky që një nga shpërthimet e rralla në minjerë, që një fitore e të gjithëve. Aktin e 2 fitimtarëve do ta bënte edhe Gjoka, Froku dhe Gjini. Do ta bënte Prenga, Zefi, Pali,
do ta bënte secili nga minatorët. Në rrugët e gjata të minjerës, turnet zëvendësojnë njëri tjetrin. Kurbneshi është i vogël po ta krahasosh me qytetet e tjera, sepse si gjithë qendrat minerale, anën më të bukur ajo e ka të fshehur në dhe. Po kur e ke para të deri në galeritë e thella, nuk mund të harrosh as qytetin, as njerëzit e mrekullueshëm të mirëditës trime dhe punëtore.